Sot po flasim për përkeqësimin serios të situatës me virusin e Nilit perëndimor në vend. Janë regjistruar gjithsej 38 raste dhe ka 4 viktima. 37 nga të prekurit janë nga rajoni i Shkupit. Pas këtyre shifrave qëndrojnë 4 jetë të humbura dhe 4 familje që kanë humbur më të dashurit e tyre. Rasti i parë është paraqitur me 15 maj, ndonse qeveria e kishte paralajmërimin pothuajse 3 muaj para shpalljes së epidemisë. Më 27 korrik ishin regjistruar 8 raste dhe ishte konfirmuar transmetimi i virusit brenda vendit. Spërkatja emergjente filloi më 30 korrik. Epidemia u shpall më 12 gusht, pasi që numri arriti në 26 raste dhe ishin regjistruar veçmë viktima e parë. Këto të dhëna tregojnë se institucionet reaguan me vonesë, prandaj sot shtrojmë disa pyetje të drejtë për drejta. Çfarë ndërmori qeveria pas paraqitjes së rastit të parë me 15 maj? Kush ishte përgjegjës për mbikëqyrjen epidemiologjike dhe kontrollin e mushkonjave? Pse kontrolli i komunave u intensifikua vetëm pasi që epidemia të kishte marrë jetë njerëzish? Kush e kontrolloi efektivitetin e dezinfektimit? Këto janë çështje të sigurisë shëndetësore kombëtare. Qytetarët kanë të drejtë të marrin përgjigje të plota dhe në kohë. Virusi i Nilit perëndimor, mënyra e transmetimit, grupet të rrezikuara dhe masat parandaluese njihen prej vitesh. Sistemi shëndetësor duhej ta mbikëqyrte rrezikun dhe të vepronte para se pacientët të përfundonin në spital në forma më të rënda të sëmundjes. Maqedonia e Veriut merr të dhëna nga ECDC-ja dhe merr pjesë në programin e U4Health. Paralajmërimet ekzistonin. Dështoi zbatimi i masave, koordinimi ndërmjet institucioneve dhe kontrolli i vetë komunave. Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon aktivizimin e menjëhershëm të planit kombëtar për përballjen me virusin e Nilit perëndimor. Mbikëqyrje të përforcuar epidemiologjike dhe kontroll sistematik të mushkonjave, e veçanërisht në zonat me rrezik të shtuar. Koordinim të lartë dhe të qartë ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë, Institutit dhe Qendrave për Shëndet Publik, komunave, institucioneve veterinare dhe atyre mjedisore. Informim të rregullt të publikut për numrin e të prekurve, zonat me rrezik dhe masat që po ndërmerren. Publikimin e të gjitha kontratave për dezinfektim, kompanive të angazhuara dhe shumave të paguara, datave të spërkatjes dhe zonave të trajtuara. Publiku duhet të di kush ka vepruar, kush ka dështuar dhe ku kanë përfunduar paratë publike. I bëjmë thirrje qytetarëve të përdorin mjete kundër mushkonjave, të veshin rroba që mbulojnë duart dhe këmbët, të vendosin rrjete në dritare dhe të largojnë ujin e ndenjur nga oborret, balkonet dhe enët. Pas 38 rasteve dhe 4 jetëve të humbura, qeveria nuk ka më hapësirë për vonesa dhe për improvizime. Nevojiten masa urgjente, transparencë plot dhe shumë përgjegjësi